Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndesim nga studio Radio Marisë këtu në Kosovë, ku së bashku me ju tani do lusim lutjen e mëngjesit. Sot është e diel, java 28 gjatë vitit liturgjik C, psalmet të marra nga java 4 e psalterit. O hy ma eja në ndim, O Zot shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ja tashmë i hija natës, por Allahet, agimi dritës në të kuq flakron. Në çdo përpjekje, të gjithë le të lypim të plot pushtetshëm. Që hyi i dhimbshëm për ne të largoj, çdo angështi të na dhuroj shpëtimin, na dhën dhe neve nga mëshira e Atit mbretërit e qiejve. Këto na dhuroft hynia e lumnueshme e Atit e Birit dhe barazia e shpirtit shenjt, lavdia të cilëve u shtoft në përbotën bar. Amen. Antifona e parë. Falenderoni Zotin sepse amshuar është dashuria e tij. Aleluja. Psalmi 118. Këngëzimi dhe fitarje. Jezusi është guri që ju ndërtues, e qitët jashtë përdorimit, por që u bë guri këndit. Nga Veprat e Apostujve 4:11. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, Sepse e amshuar është dashuria e tij. le të thot tash ti Izraeli se ai është i mirë. E amshuar është dashuria e tij. Le të thot tani shtëpia e Aronit. E amshuar është dashuria e tij. Le të thon tani ata që e druajnë Zotin. E amshuar është dashuria e tij. Në vështirësi e thira në ndihmë Zotin. Zoti më dëgjoj edhe më shpëtoi. Zoti është me mua. Zdruaj se kaq më bën njeriu. Me mua është Zoti ndihmtari im. Për asgjë i bëj armiqtë e mi, Më mirë është të strehohesh te Zoti. se të kesh besim në njerëz, Më mirë është të strehohesh te Zoti. se të kesh besim në princa. Më rrethuan të gjithë paganët. I shfarosa me fuqi të emrit të Zotit, Rrethe për qark më rrethuan. por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarr që merr flak ndër fera. Por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më shtyn, më dhan shtytje për të më rrëzuar. Por Zoti që ndihma ime, Fuqia ime e lavdia ime është Zoti. ai është shpëtimtari im. Ja britma gëzimi e ngadhnjimi. Në tendat e të drejtëve, E djathta Zotit u madhërua, e djathta Zotit më lartësoj. e djatha Zotit u madhërua. S'do të vdes, të jetoj dua. Do t'i kumtoj veprat e Zotit, Me ndëshkim të rënd, Zoti më ndëshkoj. por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hap një dyert e drejtësisë. Dua të hy e t'i thur lavdë Zotit. Ja, këtu është dera e Zotit. Në për të do të hynë të drejtët, Do të falenderoj sepse më ke vështruar. dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit. Erdhi e u bë guri i këndit, Zoti e bëri këtë gjë. sa mrekulli për sytë tanë. Kjo është dita që na e dhuroi Zoti. Të galdojmë e të gëzojmë në të, Ma jep o Zot shpëtimin tënd. dhe o Zot jep të mbarën. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyj është Zot, ai na ndriçoi, rëndituni të gëzuar në rreshtin kremtar. Me rema në dorë deri në ballë të lterit. Ti je hyji im, ty të falenderoj. Ti e hyje im, unë të madhëroj. Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë. Sepse amshuar është dashuria e tij. Lavdia e Atit, e Birit e Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.
Falenderoni Zotin, sepse e mshuar është dashuria e tij. Aleluja. Antifona e dytë. Aleluja. Veprat e Zotit bekojeni Zotin. Aleluja. Kënga nga Danieli profet, kapitulli 3, rreshtat 52 deri në 57. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Krijuesi është i bekuar në mshim, nga letra Romakëve kapitulli 1 rreshti 25. I bekuar je o Zot, hyj etërve tan. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri shenjtë i lavdisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në tempullin e lavdisate të shenjtë. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisë sate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je ti që shqyrton hymnerat e qërim mbi kerubin. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në kupën qiellare. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Veprat e Zotit bekojeni Zotin. Aleluja. Antifona e tretë. Çdo gjallës le ta lëvdoj Zotin. Aleluja. Psalmi 150. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Hyjit i qoftë lavdia në kish e në Jezu Krishtin. Krahaso Efesianëve kapitulli 3 rreshti 21. Lavdërojeni hyjin në shëjtrorin e tij, madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore. Lavdërojeni për veprat e madhërueshme të tij. Lavdërojeni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të buris. Lavdërojeni me harp e me citar. Lavdërojeni me tupan e valle. Lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingluese. Lavdërojeni me cimbale brohërie. Gjithçka që merr frym, le ta lavdëroj Zotin. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Çdo gjallës le ta lavdoj Zotin. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra e dytë e Timoteut, kapitulli i 2 dhe i 8, rreshtat 11 deri në 13. Kujtoj Jezu Krishtin të ngjallur nga të vdekurit, nga trungu i Davidit sipas ungjillit që unë predikoj. E vërtet është kjo fjalë. Nëse ne vdiqem bashkë me të edhe do të jetojmë. Nëse durojmë në qëndres bashkë me të, do të mbretërojmë. Nëse i bie mohit, edhe ai do të na bjerë mohit. Nëse ne nuk jemi besnik, ai mbetet besnik, sepse ai kurrësi nuk mund ta mohojë vetveten. Përgjigje e shkurtër. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. I shpallim mrekullitë tua. Dhe thërasim emrin tënd. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Nëse qëndrojmë besnik me Krishtin, bashkë me të do të mbretërojmë. Nëse nuk i jemi besnik, ai mbetet besnik. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 68 deri në 79, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit.
që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shejt, se do të na shpëtoi për miqve tanë, dhe për dorës e të gjitha atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shejt, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati tonë, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djarosh, do të quhesh profet i të Tejtë Lartit, Sepse do të shkosh para Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyje do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgojë në pasi për qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për të drejtuar hapa tan në udhën e paqes, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. nëse qëndrojmë besnik me Krishtin, bashkë me të do të mbretërojmë. Nëse nuk i jemi besnik, ai mbetet besnik. Lutjet e besimtarve. Me zemra të gëzueshme, t'i shpallim lavdi i Zotit të fuqishëm dhe të mirë, se ai na do dhe e di se çfarë na duhet. Lutjen tonë t'ja drejtojmë me fjalët. Ty, o Zot, të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Bekuar qofsh, o Zot i gjithë pushtetshëm, mbret i gjithësisë, se ti nuk na ke përbuzur, as nuk na ke larguar për shkak të mëkateve tona, por na thërret që ty të të njohim, ty të të duam dhe ty të të shërbejmë. Ty, o Zot, të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Ti je, o Zot, i mëshirshëm dhe na ofron dorën tënde të mëshirshme. Bëj që të shkojmë pas teje dhe kur të mos shmangemi nga rruga e jetës. Ty, o Zot, të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Sot e lavdërojmë ringjalljen e birit tënd të dashur, bëj që këtë ditë ta jetojmë në gëzim shpirtrar. Ty, o Zot, të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Jep na, o Zot, shpirtin e lutjes dhe të falënderimit, që në gjithçka të falenderojmë. Ty, o Zot, të lavdërojmë, në ty shpresojmë. Ati ynë që je në qiell, shejtroft e mryt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Na prift, o Zot, dhe na përcjell për herë hiri yt, dhe vazhdimisht na bëf të kujdesshëm të kryejmë vepra të mira. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju lutjen e mëngjesit, e diel java 28 gjatë vitit liturgjik C. Juftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.